Ebu Hurejra një ditë del prej xhamie dhe në skaj të rrugës takon një grua. Kjo e fundit i drejtohet Ebu Hurejrës duke i thënë që a ma fal Zoti i madhruar mëkatin që kam bërë. Ebu Hurejra e pyetën për mëkatin dhe ajo i thot që kam bë kurvëri, zina dhe më vonë kam mbitur fëmijën që ka qenë i jashtëligjshëm. Ebu Hurejra i thot prerë dhe me bindje se ti e ke shkatruar veten tënde dhe e ke marrë në qafë apo ke shkatruar edhe fëmijën që ka ardhur nga kjo lidhje jashtëmartësore. Gruaja kur i dëgjon këto fjalë, e sfilitur nga gjendja e saj, nga mëkati që ka bërë, dhe i bie të fikët. Ndërsa Ebu Hurejra, duke shkuar për rrugë, thot unë i thash fetfa kësaj gruas, ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam është në mesin tonë. Menjëherë shkoj ke Muhamedi alayhi salam, ja tregoj rastin e i dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam i lexoj ajetet në surën Furqan. Allahu i madhruar në këtë sure thot: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. E që në përkthim do të thot edhe ata të cilët nuk lusin Zot tjetër përveç Allahut dhe ata të cilët nuk mbisën person përveç se me të drejtë dhe nuk bëjnë kurvëri apo zina, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ e kush i vepron këto tre vepra, ka ra në mëkate të mëdhaja. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Allahu do t'i shumë fishoje mëkatet e tire, وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, edhe do t'jet i përjetshëm në xhehenem duke qenë i nënçmuar. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Përveç atyre të cilët besuan, bën taube, u penduan në mënyrë të sinqertë dhe tauben dhe imanin që kishin në zemrat e tyre e përkthien në vepra të mira. Allahu i madhruar për këtë kategori të fundit të njerëzve thot: Zoti i madhruar mëkatet u shndron në shpërblime. Prekur nga këto fjalë të pejgamberit alayhi salam, respektivisht nga fjalët e Allahut, Ebu Hurejra menjëherë shkoi ke vendi me shpresë që do ta gjejë këtë gruan dhe do t'ja jape si hariqin nga fjalët e Zotit të madhruar. E shumë njerëz gjatë rrugës menduan se Ebu Hurejra ka ndonjë problem shumë të madh. Dhe kur mriti ke gruaja, e përgëzoi me fjalët e lartpërmendura, e gruaja u gëzua tepër dhe tha filan bafshën do ta jap për hir të Zotit xhaleshanuhu që ma lehtësoi gjendjen time dhe brengën e madhe, trishtimin e madh që kisha në zemrën time. Ky rast na tregon neve, i nderuar i vëlla, që nuk ka mëkat që e sfidon mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Prandaj, pas çdo mëkati të bëjmë tauba, i kthehemi Zotit xhaleshanuhu duke vepruar punë të mira, se kështu nëse imani është i fortë, e nëse taubja është e sinqertë, edhe nëse veprojmë punë të mira atëherë Zoti xhaleshanuhu gabimet tona, mëkatet tona i shndron në sevape dhe në shpërblime të mëdhaja. Ky rast inshallah na shërben neve që në këta ditë para muajit të Ramazanit t'i kthehemi Zotit xhaleshanuhu Ramazanin ta presim me një zemër të pastër e të him në Ramazan duke i shfrytzuar çdo moment që më tepër e më shumë të bëjmë tauba, istighfar, vepra të mira, ta forcojmë imanin ton
dhe t'i afrohemi mëshirës së Zotit Gjellëshanuhu.